Një re zymë do të mbuloj gjithë fisin e Osmanit, vetëm nga debati i fortë mes djemve të tij, Orhanit dhe Alauddinit, të cilët për herë të parë dalin kundër njëri tjetrit dhe kështu shkaktojnë trazira të shumëanshme. Përveç Osmanit që shpreh një zhgënjim të madh nga ato të dy, debati do të ndikojë edhe tek bashkëshortet e secilit. Secila prej tyre i del në krah partnerit të vet dhe shpreh kundërshtime për tjetrin. Ashtu si ato të dyja, edhe Belir dhe anëtarët e tjerë të fisit janë të ndarë në dy anë, ku njëra palë mban krahun e Orhanit dhe pala tjetër krahun e Alauddinit. Kundërshtimi më i madh i Alauddinit vjen kundrejt akuzës së Orhanit që i thotë se u tregua frikacak dhe ja mbathi nga fushbeteja me armikun. Osmani i thërret të dy djem për të sqaruar se ajo që kanë bërë është aq e turpshme saqë kthehet në diçka të pafalshme. Ndaj dhe tani e tutje, ai do të dalë për luftë dhe në çdo vend i pashoqëruar nga ato të dy, që ende para babait të tyre vijojnë të kundërshtohen me njëri tjetrin. Sapo Osmani përgatitet të dalë me ushtarët për të marrë dëshmorët e mbetur në fushbetejë, Sofia u andalon rrugën. Ajo vjen për të thënë se ka vendosur të kthejë një herë mirë vajzën që u ka marrë prej vitesh dhe ka arritur si të sajen. Por, për këtë ka një kusht. Asnjëri prej tyre nuk e beson, as Osmani dhe as Balla, ndaj dhe nuk e pranojnë marrëveshjen që ajo kërkon të bëjë me to. Paralelisht, vajza biologjike, Hamileja e quajtur Poena, ndodhet e vetme, e mbyllur në kështjellën e Sofias, duke menduar për gjithçka ka kaluar. Për shkak se ajo refuzon të konsumojë më çajrat e Sofisë të mbushur me ilaç, kujtesa nis të rikthehet. Poena kujton momentet me Osmanin dhe Ballën dhe mes lotësh pajson veten duke menduar se i ka tradhtuar ato.